Etapa e fundit e turit të The Miss Globe 2025 përfundoi të shtunën me largimin nga qyteti i Sarandës, ku ishte planifikuar dhe akomodimi i fundit i vajzave, të cilat shijuan gjithashtu ditët me diell për të realizuar setet e tyre fotografike e video. Nata gjysmë finale u mbyll në sheshin e Çerçizit në syt kureshtar të 10 turistëve të huaj e duar trokitjeve të publikut vendas. Në fund të eventit, juria shpalli 3 çmime të rëndësishme. Indonesia! Çmimi kostumi më i mirë kombëtar i shkoi Miss Indonezis, Miss Eleganca i shkoi Miss Hong Kongut dhe çmimi i sfilueses më të mirë i takoi Republikës Dominikane. Sigurisht nuk mungoi as festa pas gjysmë finales në ujin e ftohtë të Pelen, ku dhe njëherë u shfaqën disa nga talentet e vajzave me smikpritjes së ngrohtë vendase. Turi procedoi të shtunën drejt Melia si shtëpia pritse e The Miss Globe prej 2 vitesh tashmë për të finalizuar programin e mini eventeve me finalen e talent show, ku 21 vajzat finaliste performuan përballë një jurie elitare të përbërë vetëm nga femra dhe në fund të garës Miss Franca u shpall fituesja e talentit për këtë vit, duke përfituar të drejtën për të qenë artiste big në shfaqjen e madhe të 15 tetorit në Pallatin e Kongreseve.